Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim petulla. Përbërësit janë maja, miell, krip, vaj dhe ujë. Si fillim kemi marrë miell me ujë, uji është i vakët dhe shtoj majan brenda. Dhe e lëm 5 minuta majan në ujë të ngrohtë. Pasi e kemi lënë majan në ujë të ngrohtë, ka shkërir pak, shtojmë mielin në një tas. Pasi kemi shtuar mielin, hedhim kripën dhe fillojmë ta përziejmë me ujin që kemi hedhur majan brenda. Brumin e kemi zënë dhe kemi kaq të butë, i vëmë një mbulesë sipër dhe e lëmë rreth 1 orë. Brumi ka ardhur në këtë mënyrë dhe tani kemi marrë një tenxhere dhe i hedhim vajin brenda. Hedhim vaj pak si shumë se do bëjmë petulla. E lëm derisa të nxehet vaji. Vaji është nxehur. Unë kam marrë një pjatë, kam hedhur pak vaj këtu dhe lëjmë duart. Ju mund ta lëni dhe me ujë, po unë e lëj me vaj. Marrim brumin dhe e bëjmë në këtë mënyrë që mos na ngjisi brumi në duart. Dhe kështu vazhdojmë me radhë. Pasi janë skuqur në një krah, e kthejmë në krahun tjetër. Si janë skuqur i heqim, kemi marrë një tavë, kemi vënë një letër dhe i vëmë të gjitha me radhë. Kështu vazhdojmë përsëri. Kemi përfunduar të gjitha petullat të skuqura. Kemi përgatitur petullat, i servisim me reçel qeshie. Ju mund të servisni me çfarë të doni, çfarë dëshironi. Fundimi i videos të dashur miq, nëse ju pëlqeu më bëni subscribe, shifem në videot e radhës. Ju faleminderit.